Përshëndetje dashur shikues të emisionit Personazhe në Fokus. Ditët kalojnë shpejt dhe ne rikthehemi përsëri te emisioni të shtunës Personazhe në Fokus. Këtë javë nuk kemi një personazh, por kemi një personazh shumë të madh. Është shkolla apo gjimnazi 18 tetori në qytetin e Lushnjës. Me mua sot do jetë drejtori i shkollës Leonard Greku dhe mësuesja psikologe, mësuesja letërsisë dhe vetë aktivitetet që krijon kjo shkollë gjatë gjithë kohës mësimore. Ardi, faleminderit, po ta them në konfidencë, sepse emisioni është i lirshëm për të folur, është një emision bardhëzi, pa ngjyra, pa diçka që flet me realitetin ku ne jetojmë sot dhe ku janë nxënësit e kësaj shkolle dhe prioriteti që jepet kësaj shkolle si shkolla elit në qytetin e Lushnjës. Pikërisht me sot së bashku do jemi me audiencën e emisionit Personazhe në Fokus, pasi shkolla juaj ka krijuar shumë aktivitete, shumë certifikata, shumë seminare dhe qytetarët dhe vetë nxënësit dhe vetë qyteti i Lushnjës dhe vetë emisioni do të di pse pikërisht kjo shkollë është në këtë format kaq të mirë dhe një shkollë elit në qytetin e Lushnjës. Fillimisht ju falenderoj që jeni të pranishëm në shkollën tonë dhe gjej rastin të komunikoj me ju, me televizionin tuaj për të shpërndar dhe për të dhënë këtë mesazh të bukur që ju doni ta përcjellni përmes këtij emisioni të veçantë. Dhe vetë ju jeni një nga drejtuesit kryesorë të kësaj shkolle, duke kaluar në pyetjet për t'i dhënë audiencës së emisionit ata çka ata kërkojnë nga kjo shkollë. Për vetë, jo vetëm për thash pak më parë, jo vetëm për qytetin e Lushnjës, por për të gjithë shkollat që janë në territorin shqiptar, për të qenë shembulli se si shkolla e qytetit të Lushnjës është një nga shkollat në qendër të qytetit dhe një shkollë elit. Kjo është fal stafit mësimor dhe fal nxënësve të punosh diçka me mësuesit dhe me brumin që vjen është merit e gjithë stafit pedagogik. Do kalojmë të pyetim një nga një. Zoti Greku, shkolla 18 tetori njësi një nga institucionet arsimore më të suksesshme në qytet. Jo vetëm për cilësinë mësimdhënies, por edhe për aktivitetet e shumta kulturore promovuese, cili është sekreti dhe këtij angazhimi të vazhdueshëm. Në fakt, gjimnazi 18 tetori konsiderohet dhe si Universiteti i Lushnjës prej shumë vitesh. Vitin që vjen e festojmë 70 vjetorin e krijimit të kësaj shkolle. E konsiderojmë realisht është një tempull i dijes, por përtej edukimit, shkollën e konsiderojmë dhe një hapësirë shumë të madhe të promovimit të kulturës, të traditës dhe jo vetëm. Duke referuar pyetjes suaj, mund të them që në fakt ne jemi shumë të përkushtuar ndaj aktiviteteve, jemi të fokusuar në profesionalizëm, sepse realisht stafi pedagogjik është shumë i përgatitur, është një staf që krijon një klimë pozitive dhe një frymë bashkëpunimi. Kjo e fokusuar sidomos te talentet që ka shkolla, por pa bashkëpunimin e prindërve, të cilët gjejnë rastin ti falenderoj, do të ishte pamundur. Realisht ne në çdo fillim viti shkollor, përmes mësuesve të cilët janë të ngarkuar me këtë detyrë, për detyrën e promovimit të talenteve, ne evidentojmë talentet në muzikë, në kërcim, në pikturë, e thuajse çdo vit ne zhvillojmë aktivitete të larmishme. Pa diskutuar festat të cilat janë në fokus, kuptimin e festave kombëtare. Ne zhvillojmë çdo vit konkurse të pikturës, për shembull. Me pikturat më të bukura ne zbukurojmë ambientet e shkollës, siç ju e shikoni dhe në hallin kryesor të shkollës. Patjetër që ne zhvillojmë aktivitete të ndryshme të cilat promovojnë dhe aftësitë të caktuara të nxënësve. Kështu që unë gjykoj që puna në ekip është sekreti i gjithë aktiviteteve që ne zhvillojmë. Shpesh shkolla 18 tetori nga gjithë qytetarët një nga shkollat elit të qytetit. Pse pikërisht e ka marrë këtë emër kjo shkollë? Po sepse këtu energjizohen shumë faktorë. Në fakt, prindrit ne na besojnë nxënësit e tyre dhe kjo është një detyrë, një ngarkesë shumë e madhe. Këtu flas edhe në pozicionin tim si drejtues i institucionit, por realisht është një përgjegjësi e madhe të menaxhosh energji të tilla, energji të jashtëzakonshme pozitive.
jo vetëm të nxënësve të cilët kanë fokus arritet e tyre akademike, por realisht edhe nxënës të tjerë të cilët i gjejnë veten në fusha të caktuara të artit dhe jo vetëm. Kështu që thënë kjo, unë besoj që ne kemi krijuar një kulturë të brendshme dhe çdo vit përpiqemi modestisht ta pasurojmë dhe sigurisht të ecim përpara, Por realisht gjete rastin t'ju falenderoj edhe juve si televizion sepse edhe ty posaçërisht, sepse jemi edhe miq bashkë, që na promovon vazhdimisht. Dhe kjo është fal stafit, ta bëra një pyetje pak më të lartë. Kjo është fal stafit patologjik apo mbështetje që japi zyra arsimore, apo thjesht dhe institucionet e tjera që i japin një mbështetje kësaj shkollës, apo vjet brumi i fëmijëve që vinë nga shkollat 9-vjeçare drejt gjimnazit janë nxënës që kanë një brum apo një që vinë të gjysmë gaturur dhe këtu dalin të gatuar totalisht për të servitur në shkollat e larta. Janë të gjitha bashkë, të gjitha nga pak, nuk po përpiqem të jap një përgjigje grafike, pra ndaj me përqindje, janë të gjitha nga pak. Realisht ne në fillim të çdo viti bëjmë një plan aktivitetesh, të cilën ne edhe mund ta përmirësojmë gjatë rrugës, por nuk mund të themi dot që pa bashkëpunimin e prindërve, pa ata nxënës që na vinë nga klasa e 9, gjysmë të përgatitur, madje edhe të përgatitur, po pa punën e stafit ton, pa vizionin ton, gjithë bashkë. Për këtë bisedën që mund ta vazhdosh, do thotë që ky stafi pedagogik që është në këtë shkollë, i jep maksimumi për këtë nxënës? A ka diçka këtu që është më mirë nga shkollat e tjera, në gjimnazet e tjera? Si mendoni ju si drejtuesi i shkollës, pasi keni kaq vite si drejtuesi kësaj shkolle? Por në fakt ne jemi gjimnazi më i madh dhe nuk mund të mohojmë faktin. Sa është numri aktualisht nxënësve? Rreth 510 nxënës. Nuk mund të mohojmë faktin që kemi prurje talentesh pak më të mëdha se që mund të kenë shkollat e tjera. Pastaj, nëse do ta quajmë merit pjesën tonë, është pjesa e menaxhimit që ne bëjmë gjithë talenteve, sepse ne u krijojmë hapësirë të gjithëve të gjejnë veten e tyre. Për shembull, në fillim të çdo viti, nxënësve të klaseve të 10 u ofrohet një hapësirë e caktuar, jo vetëm kohore, por dhe prove ku këta nxënës të gjejnë veten e tyre dhe të jenë pjesë e gjithë aktiviteteve në vitet e ardhshme. Pra sekreti mund ta quaj një kulturë të brendshme që ne kemi krijuar në shkollën tonë. Ky është sekreti, mendoj unë, por për kaq vite sa ju drejtoni shkollën, sepse emisioni Personazhe në Fokës ka një gjë, fokuson personazhin, drejtuesin, dhe ne diçka duhet të nxjerrim nga ky atje ku çdo kush të di se me të vërtet kjo shkollë është një elitë. Përveç se ju folët për stafin pedagogik, mbështetje nga institucionet, ju si drejtues, mësuesit që janë në këtë shkollë, për kaq vite sa ju drejtoni të shkollë, përveç të mirave kësaj shkolle, a ka në diçka tjetër kjo shkollë që duhet mbështetur nga prindërit apo duhet mbështetur nga institucionet? Si e shikoni ju këtë? Nëse do flasim për të shtyrë punën tonë përpara, kjo besoj është e pyetja, për të shtyrë punën tonë përpara, pa diskutim që hapësira ka gjithmonë, hapësira nuk përfundojnë asnjëherë. Ne aktivitetin e fundit, për shembull, ose po themi aktivitetin që do zhvillojmë të radhës, kemi ditën e nesërme, e cili do promovohet nëpërmjet emisionit Personazhe në Fokus. Dhe që do të jetë me rastin e festave të 28 dhe 29 nëntorit. Në Fokus në fakt ka ose ky aktivitet titullohet Art dhe Tradit, ku ne përpiqemi të mbajmë lart traditën dhe kulturën tonë. Realisht është bazuar kryesisht te një lloj konkursi, po themi, ku nxënësit e gjitha klasave do të garojnë mes tyre duke sjellë në skenë vallet më të spikatura të traditës shqiptare nga të gjitha trojet shqiptare. Për të mos u shfokusuar nga pyetja juaj, nuk mund të them dot që ne nuk kemi nevojë për mbështetje. Realisht mbështetja duhet vi nga të gjithë nga pak, mund të kontribuojnë, por nuk mund të mohojmë dhe faktin që gjithmonë kemi qenë të mbështetur. Për shembull, Bashkia Lushin gjithmonë ka ofruar skenën është promotore duke i dhënë hapësira të gjitha shkollave. Në vlerë absolute. Gjithmonë hapësirën dhe bashkëpunimin mes nesh dhe institucionit, jo për dhe një përgjigje klishe se dikush që dëgjon mund ta përkthejë ose ta interpretojë ose ta perifrazojë si një përgjigje klishe për të patur
një përgjigje të tipit duhet ta kemi mirë patjetër me Jo, absolutisht jo. Kjo është një falënderim edhe për kryetarin e bashkisë së Sintaseve, që është një nga njerëzit që promovon qytetin. Kjo është e padiskutuar dhe është në vlerë absolute dhe jo relative. Bashkëpunimi është vërtet në këtë përmacë. Po nga zyra arsimore, me që si shbërë një ndryshimi drejtuese të zyrës arsimore këto kohët e fundit, si shikoni prej vitesh keni punuar me një ish drejtoresh ose ish përgjegjëse zyrës arsimore, tani ka ardhur një përgjegjëse tjetër e re, si shikoni këtë bashkëpunim dhe këto ndryshimet? Zyra arsimore patjetër që është promovuese e gjithë aktivitetet që ne zhvillojmë, nuk mund të themi dot që zyra arsimore nuk na krijon ne mundësinë apo hapësirën, përkundër, realisht është komplet e kundërta. Domethënë zyra arsimore na mbështet dhe na përkrah që gjithë këto aktivitete të marrin jetë, sepse e thash dhe në fillim, shkolla nuk është vetëm një ambient ku nxënësit vinë vetëm për të studiuar, për të mësuar dhe arritur disa objektiva në kontekstin akademik. Shkolla është shumë se kaq. Shpeshherë e them modestisht dhe thjesht, realisht objektivi është të nxjerrim qytetar të mirë, absolutisht dhe akademik të mirë, por synojmë më shumë tek e para. Zotë Greko, të kalojmë te pyetja tjetër, si arrin stafi pedagogjik dhe nxënësit e 18 tetorit të ruajnë këtë energji dhe nivele të larta pjesëmarrje në çdo aktivitet qytetar, duke kthyer shkollën në një model frymëzimi për institucionet e tjera arsimore, pasi Luçja ka dhe gjimnaze të tjera. Patjetër. Duhet jepë një përgjigje sintetike, sepse në thelb pak a shumë unë e ceka në pa gjykuar gjimnazet e tjera dhe ato kanë nivelet e veta të arsimit. Po problemi është që shkollat e 18 tetori është pak elit në qendrën e qytetit. Të dy gjimnazet e tjera ne kemi kolegë, jemi shumë bashkëpunues mes nesh. Domethënë përgjigjja e pyetjes suaj do të ishte sintetike nga ana ime, thash ajo që unë e përmenda edhe pak më sipër, është kultura e brendshme që ne kemi krijuar, është kultura e garës, e promovimit, e gjetjes së vetes, ku çdo nxënës këtu duhet të gjejë veten e vet. Pra nëse po e thjeshtoj përgjigjen time, nëse një nxënës këtu nuk ka prirje, po themi në mësimnxënje, ka prirje të tjera, ka prirje në sport, në muzikë, pra në art, në kulturë etj etj, dhe ne përpiqemi këtë hapësirë ai ta gjej, pra të gjej veten në shkollën tonë. Ky besoj në sekreti i gjithçkaje. Si mësues, tashmë drejtor prej vitesh, si shikoni shkollën shtetërore me shkollat private? Kjo është një pyetje ndoshta pak e sikletshme për ty, por përgjigja është jotja. E shkurtër apo e gjatë është përgjigja juaj? Nëse realisht është është një pyetje pak nuk do ta konsideroj një pyetje, po themi provokuese, është një pyetje shumë normale, sepse ne në bisedat tona të përditshme kemi këtë lloj antagonizmi midis shkollës private dhe shkollës shtetërore, por besoj që ne garojmë fort sepse prej disa vitesh ne renditemi të shkollat më të mira në Republikë. Ne para një muaji kemi krijuar dhe një hapësirë të këndit, ne kemi quajtur këndi i medaljeve të arta, ku realisht është në hyrje të shkollës, është në hallin kryesor të shkollës, ku çdo kush që hyn për herë të parë gjen një dritë, gjen një pasqyrë ku mund të shikojë veten e vet dhe pa diskutim të vendosin aty dhe medaljen e vet të artë. I shikojmë konkurrent, absolutisht, këtë duhet ta pranojmë, i shikojmë konkurrent. Kjo na bën të punojmë më fort dhe realisht gara të jetë sa më ndeshme, të jetë fair play dhe sigurisht le të fitojmë i miri. Ne mendojmë që garojmë fort dhe jemi ndër më të mirët. Shpesh televizioni Apollon ka promovuar shumë aktivitete të shkollës 18 tetorit, po dhe shkollave të tjera të qytetit. Por para disa kohe, vetëm si gazetar, kam nxjerrë një portal, kam bërë dhe një kronik në lidhje me disa shqetësime të prindërve të ndryshme, që nuk është përgjegjësia jote që nga klasa parë deri në klasë 9, por në gjimnazet e qytetit të Lushnjës, ku pjesë bën dhe gjimnazi juaj, pa përjashtuar asnjë lloj shkolle. Çka këmbgulje ka vetë drejtuesi i kësaj shkolle në lidhje me mësuesit që krijojnë apo mësuesit që bëjnë kurset private, që është e palejueshme me nxënësit e klasave të tyre? Keni diçka për të thënë, pa të futur në ato
qorsokakët ku i themi në Shqipëri, sepse vetë emisioni personazhe ka këtë, do të flasim sa më lishëm dhe do të kemi bardëzi me qytetarin dhe me audiencën e televizionit. Falenderoj për këtë pyetje, realisht është një pyetje që nuk më vjen siklet, të jemi sinqert dhe do ta kuptoj dhe nga përgjigjet që më jap. Patjetër që ky fenomen e dëmton sistemin arsimor, nuk është i shëndetshëm. Absolutisht që dekurajon nxënësit. Nuk mund të themi dot që është një fenomen që nuk është prezent, është një fenomen i cili kërkon një bashkëpunim të gjithë institucioneve, është një fenomen i cili normalisht kërkon një luftë të përditshme, të përhershme, sepse nxënësi do duhet të trajtohet me dinjitet. Pastaj nëse e trajtojmë në aspektin ligjor, ne dimë që kurset private janë të ndaluara me ligj, dhe si të tilla ne patjetër punojmë fort me prindrit, me nxënësit, dhe jo më larg se 2 javë më parë ne kemi zhvilluar një pyetësor me nxënësit, me prindrit, ku jemi përpjekur të evidentojmë problematikat, të cilat janë shqetësuese dhe të cilat normalisht kërkojnë një vëmendje të posaçme, një vëmendje shumë të kujdesshme, që realisht të jemi në një terren të shëndetshëm, ku nxënësit dhe prindit të ndihen krenar në raport me shkollën, të ndihen krenar në raport me arsimin, dhe sigurisht dhe ne unë si drejtues dhe kolegët e mi të jenë sa më dinjitoz në raport me gjithë problematikën. Zoti Greku, në bashkëbisedim që kemi bërë bashkë, vetë ju si drejtues i shkollës keni nxjerrë dhe një lloj formulari që e keni dërguar të gjithë nxënësve me linke të gjitha për ta plotësuar për problematikat që kanë. Kjo është një merit shumë e madhe që një drejtor shkolle bën këtë lloj në cilën formati që nxënësi apo prindit të shpjegoj problematikat që kanë në shkollë. Ky është një format i lindur nga vetë ideja juaj për të dhënë një falënderim për këtë gjë, apo çdo shkollë ka të tillë këtë lloj formati që ju dërgoni nxënësve sipas klasave? Është një aspekt menaxherial i shkollës, ku secili drejtues zgjedh ta menaxhojë shkollën, zgjedh të luftojë me problematikat. Nuk është e lehtë, absolutisht nuk është e lehtë. Pra njeriu zgjedh të flejë gjumë, të rizgjuar apo të rizgjuar dhe të luftojë. Kështu që unë kam zgjedhur këtë të tretën, e bëj për disa vitesh. Nuk them që është një betejë e fituar, është një betejë e cila kërkon vazhdimisht vëmendje, shumë të posaçme, shumë të kujdesshme, dhe për sa kohë jam drejtuesi i këtij institucioni do ta bëj kështu modestisht në këtë format. Të kalojmë dhe në një pyetje tjetër, ndoshta të futa në një laribirin, që tipo i shumë i drejt për t'i thënë dhe shikuesve, drejtori i shkollës 8 mëdhetori është i drejt për drejt kur komunikon në media. Dhe kjo është një qartësi që çdo kush që do jetë pjesë e audiencës son të shtunë, do ta dëgjojë drejtorin me kënaqësi për ata që ne pyesim për qytetarët dhe për vetë nxënësit. Përveç si një drejtues shembullor i kësaj shkolle, do ta quaja unë. Falenderoj. Opinioni im, si shikoni bullizmin në këto mosha adoleshence që ka shkolla juaj? Bullizmi është një fenomen shumë i dëmshëm. Realisht tashmë është një fenomen që ka prekur shoqërinë, jo vetëm në Shqipëri, por është një fenomen, po themi, ndërkombëtar, dhe si i tillë nuk mund të hedhim poshtë gjithë punën që kemi bërë dhe vazhdojmë ta bëjmë në mënyrë të përditshme me psikologët tanë që kemi këtu në këtë shkollë, me mësuesit kujdestar, të cilët realisht bëjnë një punë të jashtëzakonshme, por bashkëpunimi me prindërit është vërtet i jashtëzakonshëm. Duhet ta pranojmë, Lushnja është një zonë shumë arsimdashëse, dhe ti je arsimdashës derivat niveli arsimimi, djalin lidera, diçka si Lushja kanë nxjerr gjithë jetën, kanë nxjerr lidera. Derivat të arsimdashjes janë fiks ndjeshmëria ndaj problematikave që ka shkolla,
gatishmëria për të qenë gjithmonë aty pranë shkollës. Raste bullizimit patjetër që ne kemi pasur, nuk mund të themi dot. Kemi patur dhe do kemi. Është një moshë shumë delikate, adoleshenca është një moshë që kërkon vëmendje shumë dimensionale nga gjithë faktorët dhe nga gjithë aktorët. Po është një moshë shumë e bukur, duhet ta pranojmë. Është një moshë me cilët ti mund të punosh, mund të sjellësh shembuj të tipit 2 të rinj, në orën 9 janë zënë me njëri tjetrin dhe në orën 9:30 ne arrim ti bashkojmë, ti bëjmë që të përqafohemi njëri tjetrin, shumë sinqerisht me njëri tjetrin dhe ti kthejmë në shok siç ishim para orës 9, pranë 8:59. Zoti Gergo, të falenderoj për këtë intervistë dhe për këtë pjesë marrje në emisionin Personazhe në Fokus, pasi ne do jemi në vazhdim me brendësisë të shkollës për të marrë dhe 2 mësuese të tjera që do jenë pjesë e emisionit Personazhe në Fokus. Ju falenderojmë dhe emisioni Personazhe në Fokus. Televizioni Apollon është një dritare e hapur për ju dhe për të gjithë qytetarët dhe për çdo kënd që jep atë çka është realiteti në bardhëzi. Nga dritarja gjithmonë hyn drita dhe ku hyn drita hyn shpresa, hyn besimi, hyn çdo gjë që njeriu kërkon. Kështu që drita është gjithmonë e mirëpritur. Ju falenderoj për intervistën dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit. Pas një intervistë të gjatë me drejtorin e shkollës 18 Dhjetori, tashmë kemi ardhur te personazhi i dytë. Me mua sot do jetë mësuesja e letërsisë të shkollës pranë shkollës 18 Dhjetori, Erida Skënderi. Erida, faleminderit që do jesh pjesë e emisionit Personazhe në Fokus për këtë të shtunë. Ju falenderoj një herë për vlerësimin dhe këtë intervistë që po i dedikoni këtij aktiviteti. Në këndvështrimin tuaj, po patjetër edhe juni një aktivitet mbreslënës dhe në detaje i kujdesur dhe i mirë organizuar. Pikërisht televizioni Apollon shfaqi atë program që ju kishit ndërtuar me ditë të tëra duke punuar. Ju ishit organizatorja e këtij aktiviteti. Pasi ishte një aktivitet që në qytetin e Luçës bësh për herë të parë pas kaq vitesh që unë punoj në media. Pyetja ime do të vinë direkte. Zonja Skënderi, ju disa ditë më parë organizuat aktivitetin mbreslënës në rastin e ditës së alfabetit të gjuhës shqipe. Si arritët ju të kishin një mbështetje institucionale, bashkëpunim me nxënësit, me mësuesit për të dhënë këtë lloj aktiviteti kaq të madh në një qytet si Luçi, aty ku është vendi i kongresit, vendi i gjuhës, vendi i çdo lloj historie që merr Myzeqeja. Bëhet fjalë për ditën e alfabetit të gjuhës shqipe, një ditë e veçantë në fakt, si nga ana kulturore ashtu edhe nga ana historike, dhe patjetër që aktivitetet të tilla vijnë vetëm fal një bashkëpunimi shumë të ngushtë. Patjetër që ishte mbështetje zyre arsimore, që më caktoi dhe pjesën e koordinimit të këtij aktiviteti, pas një paraqitje të planit në ambientet e drejtorisë së shkollës, ku u përcaktuan tema, qëllimi, mënyra se si do të organizohej i gjithë ky aktivitet, patjetër që ne gjetëm një mbështetje shumë të ngushtë. Zgjodhëm një gërm, një histori në fakt. Kush ishte
thjesht iniciatori për të gjetur të lloj termi kaq të bukur në një aktivitet kaq të madh. Le të themi që kishim filluar pak më herët përgatitjet me një grup të mirë të nxënësve të vitit të dytë. Kishim filluar të hidhnim idetë e para, ende pa marrë këtë lloj formati. Kishim realizuar qëllimin dhe objektivat, ku e pam si një lloj rrugëtimi të gjithë shkronjave, në fakt e pamundur 36, ne zgjodhëm disa prej tyre, që në thelb mbartin simbole shumë të rëndësishme të identitetit tonë kombëtar, si flamuri, si shpresa, si besa, e të tjerë, të cilët i renditëm në një formë të tillë të harmonizuar, ku secila prej tyre foli për histori, për kulturë, mbi të gjitha për identitetin tonë kombëtar. Nuk është bërë një bashkëpunimi përveç së shkollës në gjimnazin 18 Tetori, pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe shkolla 9-vjeçare Skënder Libohova. Duke futur ose gërshëtuar fjalët, monologët, shkronjat, një dram të vogël ta quaj atë pjesën e djemve që bën atë mënyrën e organizimit të se si vendosen shkronjat dhe arritet një qëllim që u ardhuar trokit dhe ishte një aktivitet me të vërtet la një mesazh shumë të mirë, jo vetëm për qytetin, por edhe në media ku ne e transmetuam. Punët e bukura unë besoj fort që realizohen vetëm fal bashkëpunimeve. Dhe ashtu si kundër ju thatë, në fakt nuk ishte vetëm shkolla jonë pjesë e këtij aktiviteti, ne patëm mbështetje edhe të shkollës 9-vjeçare, të cilët dhanë edhe ata kontributin e tyre dhe ndihmesën e tyre, me përkushtimin qoftë nga ana e mësuesve, po patjetër edhe nga ana e nxënësve, të cilët u treguan shumë korrekt. A ka pas vështirësi zdysha e rida, do thosha unë, ku ka zgjedhur elementet për këtë ditë, për këtë aktivitet? Patjetër që ka vështirësitë e veta, po jo thjesht në zgjedhjen e elementeve, por në, le të themi, frikën dhe merakun e madh se mos ndoshta jashtë mbetej dikush që e meritonte të ishte pjesë, por e pamundur për t'u përfshirë. A patë në një atër mbeti? Nuk e di, do ta shikoj këtë në orët në vijim kur të vete në klasa dhe inshallah dhe shpresoj që të mos kem ndonjë nxënës që të më shikoj. A ka ndonjë projekt tjetër zysha për në vazhdimsi? A mund të zbuloni në një projekt? Përpara na pret dita e gjuhës amtare, unë shpresoj që ta realizojmë një konkurs të gjuhës shqipe. Mendon të jetë një përmase kaq të madhe si bëra këtë aktivitet në fundit, apo thjesht një përmase më pak? Edhe ky aktivitet nisi si një iniciativë brenda shkollës dhe mori përmasa të tjera. Ndoshta do jetë me përmasa. Shpresojmë. A ka idera të tjera të hedhur në letër e rita si mësuese letërsie, pasi ju në çdo lloj aktiviteti, paktën unë e kam ndjekur, ja kam thënë pak biseda më parë që isha me drejtorin e tash. Televizioni Apollon ka pas një veti që ka ndjekur gjithë aktivitetet e shkollës 18 Tetori dhe shkolla e gjimnazit qytetit Luçi, se nuk po përveshtojmë vetëm shkollën 18 Tetori. Por në realitet, a ka projekte të mëdha kjo shkollë, pasi mësuesit këtu janë të angazhuar që të sjellin çdo ditë kësaj shkolle promovime të reja? Sa herë që do një aktivitet, jeni të bindur që gjatë provave ne projektojmë aktivitetin e radhës. Dhe në fakt meritojnë që të vlerësohen të gjithë mësuesët e 18 Tetorit, në cilën do prej lëndëve qofshin ata, për përkushtimin, seriozitetin e punës së tyre, por patjetër edhe për të gjitha meritat që janë ngrenë lart shkollës 18 Tetori si shkolla e elitë e qytetit Lushnjës. Do kishte ndonjë mesazh të fortë për të rinjët sot? Pjesëmarrje në aktivitete. Në fakt, një gërm, një histori, më shumë se sa një veprimtari për ditën e alfabetit, ditën e gjuhës shqipe. Për mua në këndvështrimin tim është një ditë e rëndësishme dhe të gjitha aktivitetet përfshi këtu, për t'i bërë nxënësit të jenë pjesë aktive e të gjithë, le të themi, traditave, kulturave, zakoneve tona. Duke marrë pjesë në këto aktivitete, ndjeshmëria e tyre është akoma dhe më e madhe, pjesëmarrja është e gjallë, dhe patjetër që futen edhe më thellë në rrënjët e identitetit tonë kulturor. Pikërisht për ne zgjodhëm gjimnazit 18 Tetori për t'i thënë gjërat bardezi. Ashtu si çdo ditë, Zysha është me nxënësin në gjimnazin 18 Tetori. Zysha, të falenderoj që ishe pjesë e emisionit Personazhe në Fokus për këtë të shtunë për audiencën e televizionit Apollon. Unë do t'ju falenderoj ju shumë për vlerësimin edhe për këtë intervistë, por më lejoni një përshëndetje të fundit për institucionin të shkollës ku unë punoj
për drejtuesin e shkollës, patjetër për kolegët e mi të cilët më janë mbështetje gjatë gjithë kohës dhe në veçanti për nxënësit të cilët me aftësitë e tyre, talentin e tyre, qëndrojnë gjithmonë aktiv dhe janë shumë serioz dhe shumë korrekt në gjërat që marrin përsipër për të realizuar dhe i bëjnë ato me një pasion shumë të madh. Zysha të falenderoj që ishe pjesë për të shtruan. Do kalojmë te personazhi tjetër. Personazhi tjetër, mbas Zyshe Erindës, kemi psikologen e shkollës. Psikologja do na shpjegoj, do na tregoj se si ndikojnë aktivitetet në psikologjinë e gjimnazistëve, por dhe të nxënësve të mosha të vogla. Neve kemi folur sot nëpërmjet këngës dhe vallës. Besoj se mesazhi ka shkuar të gjithë se sa e madhe është Shqipëria jonë dhe sa e bukur nga njëra trevë në tjetrën, që e pasqyruan kaq mirë të gjithë nxënësit tanë. Si arritet të përshëtoni të gjithë vallet tradicionale në shumë valle të bashkuara? Në fakt ky projekt u realizua tani në nëntor, por ka nisur që në shtator. Jemi munduar që mos të kalojmë në përsëritje përderisa folklori ynë ka kaq shumë valle të pasura dhe ka filluar që nga përzgjedhja dhe pastaj përpunimi i teknikës për secilën valle. Normalisht nxënësit janë treguar të gatshëm dhe nëpërmjet vallës ka njohur edhe atë pjesë të traditave që ndoshta edhe nuk e dinin. Gjithmonë sillni resi. Cili është resia si
Emisioni i sotshëm, përveç se drejtuesin e shkollës, mësuesin e letërsisë, kemi zgjedhur edhe psikologen për të na folur për gjithë aktivitetet që janë krijuar pikërisht në shkollën 18 tetori. Me mua sot është Erida Bani. Erida, faleminderit që do jesh pjesë e emisionit Personazhet në Fokus për këtë të shtunë. Pasi ne bëjmë një kronologji të gjithë aktivitetet të shkollës 18 tetori, me drejtuesin e shkollës, me mësuesin e letërsisë, aktiviteti që u zhvillua me rastin 28 dhe 29 nëndorit, pikërisht tu në brendësi të shkollës suaj. Ju si psikologe, si ndikon pjesa apo si e vlerësoni ndikimin e aktivitetet promovuese tek nxënësit dhe gjimnazistët si në aspektin emocional, ashtu edhe në zhvillimin e aftësive sociale dhe vetbesimin në veten e tyre. Së pari ju falenderoj për ftesën dhe ju falenderoj për vëmendjen që i kushtoni këtyre aktiviteteve me kaq rëndësi, jo vetëm për të rinj, por për gjithë qytetin tonë të Lushnjës. Do thoja që marrja përsipër dhe përfshirja e nxënësve apo fëmijëve në aktivitete sociale është e një rëndësie të lartë për sa i përket impaktit pozitiv që kanë krijimin e kushteve optimale për mirëritjen dhe shëndetin e tyre emocional dhe psikologjik. Marrja përsipër e përgjegjësive, angazhimi, përfshirja në këto aktivitete ka benefite si në aspektin intrapersonal, ashtu dhe në atë interpersonal. Sepse vetvlerësimi rritet, vetbesimi forcohet, zhvillohen aftësitë në marrëdhënie me bashkëmoshatarët, aftësitë sociale, perfeksionohen ato në marrëdhënie me autoritetin, gjë e cila ka vetëm përfitime dhe të mira për sa i përket ndërtimit të personalitetit të tyre, sidomos për sa i përket kësaj moshe. A është vështirë për një mësuese psikologe të punosh me gjimnazist? Pasi mosha adoleshence ka problematikat e tyra brenda. Si sillen gjimnazistët dhe si sillet psikologja midis gjimnazistëve dhe midis psikologes? Unë besoj që të punosh me gjimnazistë është shumë e bukur, është sfiduese në momentet të caktuara për vetë faktin se ata tani më janë të rritur, e shohin veten si të rritur dhe kanë nevojë që të vlerësohen dhe të komunikohet me ta si të drejtohesh si të tillë. Është sfiduese gjithashtu, përveç se është e bukur, por ata të befasohen të surprizojnë në mënyra nga më të ndryshme gjithmonë për mirë, marrin përsipër përgjegjësi, i çojnë bashkëpunime deri në fund, tregojnë serioz, tregojnë korrekt, kështu që në një farë mënyrë ta lehtësojnë dhe sigurisht japin mbrapsht të gjithë ato që investon tek ta, të gjithë ato mirësjellje, të gjithë ato pozitivitet, gjithçka, domethënë ata e reflektojnë jo vetëm në aspektin e tyre personal, ti shikon sa kënaqësi ata ndjejnë kur realizojnë me sukses çdo sipërmarrje, por edhe tek marrëdhëniet që ata kanë me njëri tjetrin, qoftë edhe me mësuesin. Përveç fjalëve të mira që ju na thatë për marrëdhënien psikologe gjimnazist, vetë gjimnazistët kanë ndonjë vështirësi si zbuloni ju kur kanë ndonjë problematikë që ata e mbajnë të mbuluar brenda vetes? Si psikologja hyn në brendësi të tyre? Ka vështirësi patjetër që po, dhe çdo gjimnazist supozohet që ka vështirësitë e vet ashtu si çdo njeri, mirë po puna sidomos në gjimnazin nuk bëhet e vetme, kështu që jo vetëm unë si psikologe, por edhe kolegët janë shumë të vëmendshëm, ashtu edhe drejtuesit ndaj çdo sjellje e cila bie në sy, qoftë për pjesën pozitive, qoftë për atë jo dhe aq të mirë. Dhe ne të gjithë jemi aty në frontin e parë për të bashkëpunuar dhe për të menaxhuar dhe si rrjedhoj zgjidhur çfarëdo lloj problematike që paraqitet. Por ka vështirësi për sa i përket problematikave personale, ato janë të vështira për t'u referuar dhe shpesh ata kanë nevojë për një farë nxitje, për një farë mbështetje në mënyrë që të paktën të drejtohen për të orientuar, për të marrë një farë mënyre se si të zgjidhin, le të themi kështu. Si e lufton psikologja Bani bullizimin brenda institucionit shkollës? Bullizmi është një fenomen i madh, është një fenomen madhor dhe nuk mund të themi që nuk ekziston askund. Jemi shumë, por shumë të vëmendshëm këtu, jo vetëm unë, por të gjithë kolegët këtu, shumë të vëmendshëm dhe e kam me të vërtet këtë, ndaj çdo sjellje e cila është
pjesë e asaj që ne jo vetëm nuk e vlerësojmë në aspektin personal apo social të nxënësve, por edhe për sa e përket mënyrës se si funksionon shkolla, institucioni ynë këtu, por edhe institucionet e tjera në përgjithësi. Kështu që bashkëpunimi i fuqishëm, reagimi në kohë, sjell një menaxhim shumë të mirë të fenomenit, në mënyrë që ta parandalojmë. Dhe mund të themi me krenari që ja kemi dalë, që jo vetëm të zgjidhim situatat saktuar, por edhe të parandalojmë ato në shumë raste, duke ndikuar si rrjedhoj, jo vetëm duke dhënë model pozitiv tek nxënës, por duke ndikuar gjithashtu edhe në referimin, në të hapurin, në drejtimin e tyre drejt të kërkuarit ndihmë. Zysha, pikërisht ne jemi në fund të emisionit dhe unë mbylljen do ta bëj me ju, një nga psikologët e shkollës të gjimnazit 18 tetori në qytetin e Lushnjës. A do të kishit ju një mesazh të fortë në lidhje me këto mosha për të luftuar çdo lloj fjale që ju shprehet sot në këtë emisionin Personazhe në fokus? Mendoj që jo vetëm nxënësit, por të gjithë ne syt duhet i kemi së pari nga familja dhe pastaj nga të gjithë ata të cilët na shohin, na mbështesin, na dëgjojnë dhe na afrojnë një dorë për të ndihmuar. Një njëjta gjë vlen si për nxënësit, ashtu si edhe për gjithë ne. Zysha, të falenderoj që ishe pjesë e emisionit Personazhe në fokus për këtë të shtunë. Mitë e mi, edhe kjo shtunë erdhën minutat e fundit për ta mbyllur emisionin Personazhe në fokus. Pikërisht po e mbyllim sot me Zyshën Bani, psikologën e shkollës 18 tetori, për të thënë mirupafshim dhe miru takoshim të shtunën e ardhshme të menjëjtën orë.